Del aty përshëndet të lagjes, tjeni thonë Aldo, Flori Çun. Po të marrë shembull, ë? Goca në shtëpi e shkafët. E zëm, si puna ime, që oje u as, në njerë s'lyet, s'regullohet, del me pijama. Ajo e ka fajnë. Se aji ke lezet, ta pish në kup. Kjo, shife, ja, që ka lysë sot, po dilka. Aji si një gjozë në një gozë. Se ku e dim ne, se qa kanë shpi njerëzit, ne se dim as njerë se me kë jetoj njerëzit. Ti mund dukesh i mirë i botës, mund t'jesh i keqi më i madh. Ajo goza që duket më e shkafta e botës, ajo e ka këtu për mrena copë. Që do të thot, është ajo puna e këpucve. Meri dhe vishin. S'ke në këpucët e mija. Po pra, se di kur. Ka dhe gjë tjetër për shumë. Ne si shoqëri, shumica, ne kemi shumë problem me thonë jo. Ke shumë drejt. Do pimi kafe? Jo, s'kam kohë. Ne kemi probleme e thëmë, po më? Dhe lejmë punët, jo të kafja. Prioritetin, çdo dhe gjë. Do ma bësh të... Jo, ke shumë drejt. Do ma bësh të ndirin? Po më se pysun, se bëjun. Pastaj futesh në sikleti, se s'po ja realizon të punë. Futesh në sedër, kjo shumë... prish rutinën ta, dhe vetëm shumë e vërtet. Se kemi frikë me thënë jo, s'mundëm, vje keq. Ma ka thënë babi, mua rozi një duhet mësohesh të shë. Po. Po, ke shumë drejt. Dhe ajo që kam bo unë, kur kam marrë, nuk e di sa e kuptove, kam thënë jo. Jo këshu, ndryshe. Se kam dash ta... Si thonë, ta mund veten. Po mund e veten në regull është. Duhet njerëzit mundin veten. Futu. Hajde la erti, bravo. Ja, prej, Egyptian që e la erti. Hajde, bëj barku në shuti. Mbaj këto kështu. Hajde. Fila. Levizire. Levize barku. O, kështu ere, kështu. Ha, kështu. Kështu. Kështu la erti. Filojmë? Për femra. Kështu. Si që ka për femrat? është për gjithë. Femra meshkuj. 1, 2, 3. Vize barku. Po e leviz barkun. Zilë para. Pastaj ti hapë për lartë.